Protestuesit lënë mesazhe 23 korrik në bulevard duke paremëruar përleshje për ditën e sotme. Ditën e sotme protestuesit kanë vijuar marshimin në rrugët e Tiranës duke mbyllur edhe ditën e mobilizimit kundër qeverisë. Gjatë marshimit të kaluar ata lanë një mbishkrim gjigant në bulevardin e dëshmorëve të kombit ku shkruhet 23 korrik. Kjo është data kur do zhvillohet seanca e fundit plenare e Kuvendit para pushimeve verore. Në këtë mesazh protestuesit paremëruan se do rikthehen para parlamentit duke e cilësuar seancën e 23 korrikut si një moment të rëndësishëm aksionit të tyre. Dje është mbyllur protesta e 53 kundër qeverisë e kryeministit Edi Rama me qytetarë që kanë përfunduar marshimin në Tiranë duke bërë thirrje për një tjetër tubim para parlamentit. Në përfundim të protestës, organizatorët kanë ftuar qytetarët të mblidhen sërish sot kur Kuvendi zhvillon seancën e fundit plenare. Nga podiumi i protestës, organizatorët njoftuan se tubimi do të nisë në orën 8:30 në sheshin Skënderbej, prej nga qytetarët do të marshojnë drejt parlamentit ku në orën 10 është parashikuar nisja e seancës plenare. Dje gjatë ditës qindra qytetarë u mblodhen para Kuvendit, ndërsa deputetët zhvillonin seancën plenare. Broritjet ishin parlamenti i krimit, Rama jep dorëheqje, nuk në përfaqësoni.